Presionet e brendshme inflacioniste mbeten të larta në Shqipëri, duke sjellë një rritje të ndjeshme të komponentëve më të qëndrueshëm të çmimeve gjatë muajit prill 2026. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, inflacioni bazë arriti në 2.92%, duke pësuar një rritje në krahasim me nivelin prej 2.72% të shëmuar në muajin mars, si dhe ndaj të njëjtës periudhe të vitit të kaluar, kur ky tregues pozicionohej rreth vlerës 2.53%. Ky tregues, i cili llogaritet mbi 69.8% të shportës së indeksit të çmimeve të konsumit, ka qëndruar sërish mbi nivelin e inflacionit total të ekonomisë, i cili sipas Instat u llogarit në 2.8% për muajin prill. Kjo ecuri tregon se shtrenjtimi i jetesës po nxitet nga faktor me natyrë më afatgjatë dhe strukturore, duke u zhveshur nga luhatjet e përkohshme të produkteve energjetike apo ushqimeve të papërpunuara. Sipas analizës së Autoritetit Monetar, shtytësit kryesor të këtij fenomeni mbeten rritja e çmimeve në nëngrupin e qirave, si dhe ecuria e disa kategorive të shërbimeve që lidhen drejt për drejt me aktivitetin e lartë turistik në vend. Gjatë tremujorit të parë të vitit, inflacioni bazë dhe ai i brendshëm kanë dhënë kontributin kryesor në formimin e inflacionit total me përkatësisht 2.05% dhe 3.15 pikë përqindje. Në të njëjtën linjë, rritje ka pësuar edhe inflacioni bazë neto, i cili përjashton edhe ushqimet e përpunuara, duke matur rreth 49% të shportës totale. Ky tregues u ngjit në 3.61% në prill, nga 3.37% që ishte në mars, duke shënuar një kërcim të fortë edhe ndaj nivelit 2.19% të një viti më parë. Po ashtu, inflacioni që përjashton të gjitha produktet ushqimore dhe ato energjetike ndoqi të njëjtën tendencë rritëse, duke u zhvendosur në 3.51% gjatë prillit, përballë nivelit 3.28% të muajit paraardhës dhe 2.12% të regjistruar në prillin e vitit 2025.